Mirë, tani do kalojmë tek i ftuarit e pjesa e preferuar e Mario. Sot me mua është një aktivist, një kryetar lëvizjeje, një profesor, Arlind Qorri. Arlind, përshëndetje. Mirë se të gjej. Më pëlqeu shumë sa më duk sikur po flisi për mua do shija ka ky. O profesor, madje do të vim, mund të vim atë të antres, profesori. A e ke parasysh atë këngën? E kam parasysh, po nuk shkon fare. Unë mendoj ta bësh këngën e fushatës. A imagjino të dalësh ti me atë komplet të kundërt të asaj që bëj, po. Faleminderit që më erdhe. Mirë se të gjeta. Me alkoolin si? Raportet të jetë sipërfaqësore. Thjesht e prek pak në sipërfaqe, nuk. Një herë në vit. Por kështu dukesh mirë, dukesh në formë, nuk e di nga alkooli, stërvitesh. Bëj vrap për ditë, për natë, edhe ca ushtrime. E pas ke kraun. Po që nëse do të shikoja atje në tribunë, do mendoja që ishe bodyguard. Kur isha 15 vjeç, isha i shëndosh goxha. Patëre shkoa kur fillon mendon edhe për gozat e klasës. Kështu që nga që unë isha më i shëndosh i klasës, pastaj fillova të bëj stërvitje e gjithçka tjetër që të merrja çik veten. Jo, dukesh vërtet në formë, shkoj që ti tani bën 45 vjeç, tani në nëntor. Në nëntor bëj 45 vjeç, më kam kaluar gjysmën e jetës sipas gjitha statistikave. Po, apo duke ke filluar po i bën këto kontrollet, zemra, gjaku, prostata. Jo, kam frikë, që më mirë jo. Prostatën mos e bëj. Atë kanë filluar këto krizat e mesmoshës, çan këto. E ndjeva mbasi bëra 40-ave, sikur që do të vesh pantallona të bardha, të blesh motor. Benevrek thotë, jo, deri atë pikë jo, po. I shikoj ta mësatar. Ndjeva një lloj rënje fizike mbas 40-ave. Ai aty është Mario, shpatulla ime për sot, edhe Mario është si ty është aktivist, po ky është aktivist i të bëri seks me goca të shëndosha me flok blu. Domethënë vetëm për atë lobon. Ky sakrifikon më shumë. Plak. Po ti Arlind e konsideron veten aktivist së pari apo kryetar tashmë? Po puna e kryetarit është një punë e përkohshme edhe se kam fare me qejf. Kështu që edhe në faqen time në Facebook e kam aktivisti lëvizjes bashkë. Kryetarllëku është thjesht një detyrim që na duhej për të regjistruar në gjykat. Ne donin fillim kur themeluan lëvizjen bashkë, thamë mos kishin fare kryetar. Mirë po ligji në Shqipëri kërkon një person që të jetë përgjegjës juridikisht për partinë, kështu që na u desh një kryetar pa kompetenca fare. E duhet se bëhet diçik kështu pastaj. Simbolikisht jam unë paktën deri tani. S'ka ndryshuar asgjë me ty domethënë tani që je drejtues si një lëvizje. Jo, asgjë, vazhdoj bëj të njëjtën punë me të njëjtin pasion. Me një dalë lek mos bëri çik më shumë? Rroga si pedagog, si kryetar partie nuk marr rrogë, ose më saktë, atë rrogë minimale që është detyrim ligjor të ma japin e kthej mbrapsht në parti në fund vitit të gjithën. Çfarë thua? Po, pa diskutim. Si ka qef lekët fare. Sa lekë në portofol tani? Mund të kem ndoshta 40.000 lekë vjetra. A mund ta nxjerrësh? Ta nxjerr thotë. Të lutem. Portofolin. Portofolin. Ose çfarë të kesh në xhep Arlind? Ore, çfarë ke aty abone 20, 44 nuk e. 46 që nga. Kurse domethënë kështu si njëri. Se s'ke marrë shumë lekë, por dole ja të bie një hall një gjë, duhet të vesh spital. Po ç'bën Arlind? Nuk e po deri tani më është dashur shkoj në spital kur prindërit e mi kanë është dashur shkojnë në spital, kemi shkuar në spital publik. Edhe në spital publik s'na është dashur ndoshta nga që mua më kanë njohur, nuk na është dashur t'japim. E ka benefit. Ja, shkon ke përfituar nga kjo. Po tani kjo është detyrim, Ke edhe nga këto 2000 lekë nga këtë gjë? Jo fare. Më vjen shumë zor ta bëj këtë gjë. Më vërtetë? Është shumë zor, shumë turp. Po kurse vjen atyre që e marrin vjen zor. Sepse unë mendoj që ai që është përballë do jetë ndonjë si puna ime që do ofendohej po t'i jepish ai lekë. Në fakt po. Edhe do mbonte rrezil. E shtrydha të pasnë dhëmbëve kështu deri në fund? I kështu tipe? Po. E di çfarë mendoj unë që ti nuk e di a është vërtet që do kesh ndonjë kështu do ta kesh ndonjë tip fetish të errët, që për shembull kur flen të gjithë, ndërron për jetën tënde për të pasur, shikon kështu jahte, suita luksoze, A nuk do të ka fitur gruaja, fëmijët, partia, kanë fitur gjithë anëtarët e partisë. Jo. Nuk ka asnjëri, është ora 11 e çerek. Shiko, mua më thua kështu, jaht 7 metro. Pse jo? Shiko, ëndrat e mia nuk kushtojnë shumë lekë, domethënë është, ku diun, ty në librari që ka shumë libra. Çfarë libri po lexon për moment? Jam duke marrë çik me teoritë mbi populizmin, mbi fashizmin, kështu. Po janë libra të profesionit, kështu që nuk është ndonjë Marx ka çunat. Interes. Ato i kam lexuar para 20 sa viteve, domethënë nuk është se është e nevojshme tani ti kthem. Tani po lexon fashistat. Ti kthem sërish. Po ja lapajt ato bur. Në libra, po televizion, shikon, një çik tresh, një çik konsumon. Këtë Moza Ahmetin e ke parë që po bën namin, çfarë mendon për atë? E shoh që ka goxha impakt, them që jo çdo e keqe shkon për keq, kështu që fakti që Moza po bëhet e famshme, mbase bëhet e famshme dhe poezia bashkë me Mozën, kështu. Do ishte një arritje. Doli edhe një video që thoshte mua më pëlqen fukaren, se çfarë po thoshte. Mund ta marrësh televizja se edhe ju. Po ajo poetesh intelektuale, kështu që. Është. Ne kemi qef intelektuale. Ore, tani. A ndryshojnë parimet nga leku, se për shembull kur ngela pa punë
edhe po i thoja gruas duhet shesin foto këmbësh, të mia të tuat nuk ka asnjë lloj rëndësie. Edhe isha shumë i gatshëm ta bëja. Sa e kapa ai çik veten tani jam, po shefi burrës dua të punosh. Ti mendon që mund të ndryshoj diçka me ty kur të fillosh të bësh një çik? Po s'besoj se do bën një lek. Po jap shembull, mirë shiko. Do bëhesh kryetar bashkie. Po. Do kem rrollë. A do ndryshojnë parimet e tua kur të fillojnë për shembull këto modelet që të vinë duan të luajnë me atë shiritin, kolegët të ftojnë kështu në festa ala kuriq. Po nuk para. I di këto festa ala kuriq që bëjnë njerëzit? Jo, s'kam qenë ndonjëherë. Edhe përgjithësi kur më ftojnë për ceremonira kështu nuk shkoj, janë komplet mërzitshme. Ftoj për shembull, për vjetori këtij shteti aty. Ato lakuriq janë aq të mërzitshme Arlind. Po nuk kam shkuar ndonjëherë dhe nuk kam ndërmend të shkoj. Po kur të bëhesh pra që nëse ti e ke ende ambicien për të bërë kryetar bashkie apo? Unë kam ambicien për të transformuar Tiranën dhe për të transformuar Tiranën duhet marr kusurin që të jem kandidat për kryetar bashkie. Do të kandidoj në 2027. Do kandidosh edhe këtë herë. Si kandidat i Lëvizjes Bashkë për Bashkinë e Tiranës, edhe uroj që të bindim shumicën e qytetarëve të Tiranës. Dhe sigurisht që nëse do bëhem kryetar bashkie nuk do bëj festa të asnjë lloj natyre, lere me lakuriq. Se ke votën time. Nuk e ke votën atë. Politikë do të kërkosh çdo vot. Tani me që ishim çfarë do bësh si kryetar bashkie. Edhe ti shpesh flet për autobusat edhe transport. Para se nuk e di, a është e vërtetë se unë udhtoj gjithkohon me atë unazën e s'kam parë asnjëherë. Nuk besoj se u thon me unazën, po ti që u thon me unazën, unë e marr unazën. Unazën se kam shtëpinë atë marr edhe. Unë e marr 2-3 herë në ditë unazën, kështu që. Do të jemi me sy poshtë. Do ishim parë. Varet çfarë ore merr. Në mëngjes. Okej, unë e marr zakonisht. Në 10. Në atë orë. Ose edhe i shmangemi biletës do. Edhe shmangemi edhe shikimet. Nga që janë këta që i bjen me dorë në autobus pra. Nëse bësh kryetar bashkie si do t'i shmangesh ta tipat? Si do më ndalosh? Nuk besoj. Unë kam kam një jetë që hyp në autobus dhe nuk kam parë skena të tilla, kështu që është problem. A si ke parë ato që jetën nëpër këto faqet? Problem. Mirë, është kombinatja në fakt. Pasi kanë pasione të tjera në atë zonë, nuk e di. E po shko, ti kur ti kryetar do ish i tërë dhe i kombinatit i Kino Studio si Tiranës të re, jo vetëm i Unazës. Nuk ka asnjëherë kryetar që është i tërë, ka gjithmonë të tërë minus disa. E ata minus disa janë zakonisht oligarkët edhe mund fosim edhe këta që i ka qef, i ke shumë qef atë. Oligarkët, e ke shumë qef atë. Sa ishte të shikoj kur e thua atë e kënaqe. Nuk thash arbishte popullit, pas thjesht oligark. Jo më jo. Po do të thënë nuk mund të bëjmë asgjë për ata. Ata le të vazhdojnë të shlirohen për autobusa. Nuk ka si plan, e shkon që të ka pa përgatitur. Ç'është kjo platformë? Ti mund të pyesë për seksin e ëngjëve, por nuk kam përgjigje për të. Po ëngjët ekzistojnë, nuk sa mbullata. Të pyes me një gjë që ekzistojnë dhe në e shikon ëngjëj. Kanabisi. Ha. Çfarë do ta legalizosh barin nëse bësh kryetar bashkie? Nuk është kompetencë e bashkisë, bari. Po mirë, ti përpiqu. Nuk është kompetencë e bashkisë, domethënë edhe me vërtetë. Sigurisht ka nevojë për një diskutim të gjerë mbi drograt e lehta që po bëhet edhe në Evropë. Unë vetë jam i mëdyshur sepse më thuaj pak për këtë. Sigurisht ka ide që legalizimi do të paktën do të kufizonte impaktin e krimit të organizuar, edhe do të pamundësonte mbi fjala kriminalizimin e një pjesë të rinjve që janë konsumatorë. Por nga ana tjetër është argumenti që tek drograt e rënda kalohet fillim nga drograt e lehta. Kështu që unë vetë nuk e kam një qendrim përfundimtar për këtë gjë. Edhe as programi i Lëvizjes Bashkë nuk është se kemi të parashikuar diçka të tillë. Nuk jeni fare duke menduar. Unë nuk mund të jap tani një përgjigje se çfarë duhet ndodhë. E di që ka vende që kanë ose diskutohet legalizimi i drograve të lehta, por mendimin tim është një diskutim edhe i parakohshëm në Shqipëri. E kuptoj. Kemi shumë probleme. Para se pihet keq, gjithë pinë. Marrësh dru tani për momentin. Ti je tifoz i Partizanit, Arlind. Po. Që s'është as pak çudi. E ndjek shpesh, ndjesh pjesë e vllazërisë të tifozëve të Partizanit? Shiko, futbolli shqiptar ka rënë shumë, domethënë. Unë shkoj tepër për nostalgji, sepse niveli i lojës është vërtet për të ardhur keq. Ju duke shar Partizanin? Janë duke kritikuar nivelin e futbollit në kampionatin shqiptar. Mos e ke me Olsi Ramën. Është në përgjithësi shumë i ulët. Ky është problemi i madh që edhe ata që kanë pushtetin politik duhet mendonin. Ore ti je vëllai, e kuptoj ti je tifozëri me Olsi Ramën, mo je vëlla me vëllain e armikut. Un jam tifoz me Partizani që nga viti ndoshta 1986-87 kur qenë Kalama. Kështu që para se ta dija kush ishte Edi Rama, Olsi Rama, Dreqi me Diri. Po si ndeshën herë për qytet me këta? Un kur shkoj në stadium shkoj tek ultrasit, nuk shkoj tek VIP-at, kështu që s'kam asnjë lloj kontakti me ata që rrinë në tribunë. Jo, nëse humb zgjedhjet e ardhshme, në të njëjtën ditë që humb dhe Partizani, kush do të dhëmbim shumë? Kja intervistë. Ka dhe më keq. E ka qenë DTV Apollonia, e tha. Sigurisht që rezultati i zgjedhjeve në Tiranë është
shumë i rëndësishëm. Jo thjesht për mua, për shumë i rëndësishëm për qytetin e Tiranës. Nëse ne si lëvizje dështojmë, mua do ndodh një gjë shumë e tmerrshme, Tonjza. Që edhe kështu. Do vazhdoj të bëj punën më të bukur në botë, që është Profesor. pedagogu. Unë aktivizmin do vazhdoj gjithmonë pa diskutim, sido që të jetë rezultati politik i këtyre zgjedhjeve apo zgjedhjeve të ardhshme. Është çështje pasioni, është çështje vetë realizimi, kuptimin e plot fjalës. Politika është instrumenti i realizimit idealeve, të paktën për mua. E kuptoj. Me që ishim te aktivizmi. Jo, po sigurisht. Arlin, mezi po flasim për seksin, po jam pyetjet më vonë. Me braçë nuk naqem. Gjeteve këtë flas, Por do ishte politik or zotri. A di sa seks bën deputetët e këta njerëzit e politikës. Nuk jo as si deputet. Përveç Redi Buzi që kanë shok televizjes bashkë si deputet. Ai është juaj. Po çfarë ai ka filluar për këto festat? Nuk besoj. Ore, po se mendoni që po të shkoj Redi do të thotë ty. I thua ti bëhet anë mirë, asgjë, aman mbledhe si gjithmonë, po Redi ndërkohë edhe Redi ka pasion librat, ka pasion dhe alpinizmi. Po tani po lexon Kama Sutrën. Vrimë lexo Redi. Tani shpyetje gjë e pak të marrë sa eksituese është i pyetjem. Nuk mundem. Mendon që disa aktivistë janë thjesht e eksituar nga validimi moral? Nuk po them për ty. Që kanë këtë, duan një konfirmim social që zgjedhjet e tyre dhe bindjet e tyre janë të drejta. Arsyet pse dikush bëhet aktivist mund të jetë shumëta, por unë mendoj që arsye kryesore është se kur ti je një pjesë e një grupi që ka një ideal të përbashkët, ti ndihesh më i fuqishëm shpirtërisht. Ndihesh se ajo çfarë ka qenë e pamundur deri dje bëhet e mundur dhe ke këtë ndjenjë të shëndetshme të përkatësisë. Pasion. Është dhe pasion, është përmbushje e jetës. Po të citoj Aristotelin, po thuash ti, nga ana çovet Aristoteli. Jo, unë i kam shef, ata janë pedofilët e mi të preferuar. Aristoteli Bashkë me Platonin. filozof në tepër. Po, edhe arroha çka qenë filozof. Ka që mbajmë që ishte edhe rast për disa çuna të njohur. Por tjetër koha, jo. Aristoteli thoshte ne jemi kafsh politike, në kuptimin që jemi ndryshe nga kafshët e tjera, ne përmbushemi dhe gjejmë lumturinë e vërtet bashkë me të tjerët. Dhe një prirje ideologjike sunduese sotme është që njerëzit janë individualizuar në skaj, duke u ndier gjithnjë më të vetmuar, gjithnjë të pafuqishëm. S'ka ne era njëri për njëri. Pastaj dhe po kjo është shenjë e një lloj smundje sociale. Edhe un kam kur jam qenë adoleshent, për shembull, kisha shumë qejf të rria në dhomë vetëm. Po dalloj të ndejturit në dhomë vetëm nga të ndejturit vetëm në shtëpi. Domethënë, edhe kur ti rrin në dhomë vetëm ke nevojë për një kontekst social. Pra ke nevojë që kur i do njerëzit të afërt të shkosh në kuzhinë dhe të rish me ta. Pra kjo e dallon këtë individualitetin krijues nga vetmia e mirëfillt. Nëse ke goxha pasion Arlind, a është xheloze gruaja jote pasi përveç sa ti i martuar me këtë kauzën dhe ideologjinë tënde? Ndihet ndonjëherë si e lën pas dore? Jo, më shtyn përpara nganjëherë më shumë se shtyn veten. Nuk më qorton asnjëherë pse po bëj diçka politikisht, po pse nuk po bëj më shumë, Kam një fat që me ti me shoqe jam njohur dhe jam lidhur që u kemi qenë student, kështu një farë kuptimi jemi rritur bashkë me njëri tjetrin. Po atëherë në këto takimet romantike bëj edhe atëherë kështu që transporti publik. E mërzisja ajo thoshte po më ai flasim në gjë tjetër tani Arlind. Jo, kemi pasur vletërsinë. Flet për politikën në shtëpi. Apo ka vendosur gruaja kështu nga këto rregullat e bllokimit që pas orës 9 të dëgjova të nxiva o i zi. Tani kur unë jam në shtëpi mundohem që të shohim një ndeshje futbolli ose një film me fëmijët, meqense fëmijët sidomos i mbir ka të njëjtin pasion. Çfarë moshe janë fëmijët? Janë binjaka dhe po bën 11 vjeç për. Binjaka? Janë binjak, po. Ti kesh me jetër. Ta lezeshëm. Është kur ke binjak është si të kesh më shumë se 2 fëmijë. E shikoni lëvizje ka Arlindi. Është rasore. Nuk është shenjë. Nuk është shenjë. Po ti përdore më dik thaj, a doni binjak o popull. Thuaj Redi ta përdori. Që mundohem të shoh ndeshje futbolli dhe të flasim për sportin. 12? 11, bëj 11 për vitin tjetër fillojnë këto bisedat që babi çfarë seksi këto gjërat. Po akoma s'kemi filluar. Po duhet i bësh, se ne na lanë ignoranti, mësuam nga pornot. Marrësh dhe akoma. Ne mësuam nga shoqëria, unë kisha i shoh nga 2-3 vjet më të madh. Ore nuk di, janë shqiptarët janë kështu. A di që s'din të bëjnë? Po. Unë nuk e di, po brezin ton fëmijët merrin vesh shumë shpejt. Ndoshta se flisin me njëri tjetrin, me një shok më të madh dhe dikush i tregonte të gjitha, do të thotë fjalë, procese. Po të binte nofulla një herë. Binte me pallto. Sigurisht jo me provë, tregonte kuptimin me. Shpresoj. Arlind, cila është gjëja më majtiste që bën në shtëpi? Për shembull, jeni duke ngrënë, janë patatet e gruas edhe ti ja merr një, me që koncepti i pronës së përbashkët ty të pëlqen goxha. Gjëja më majtiste që unë bëj prej sa i bie, gati 15-16 vjetë që jam martuar është që përpiqen të bëj gjysmën e punëve të shtëpisë. Gjysmën e punëve të shtëpisë. I bën? Përpiqen të bëj. Çfarë bën?
Cilët punë në shtëpi më shumë? I ndajmë punët, po Inspektimin. Larjen e enëve për shembull. Edhe unë në shtëpinë time unë e bëj. Ndarjen e. Po ti do të jeton vetë, po. Jo, jetoj me Marion. Okej. Po nuk lan asgjë, Ti mo. bën punën shtëpiare. Na janë sapet to. Në çfarë date është krijuar ajo Lëvizja Bashk? Në dhjetor të vitit 2022, tani datën 17 apo 21 më duket, 21 dhjetor, tani nuk e mbaj më. Me ditën e Stalinit. O 17 21, nuk e mbaj më. Ka qenë ditë diel rasti. 21 dhjetorit e ditë është ditën e Stalinit. Ndoshta nuk jam i sigurt. E di që është një lagje këtu. Sikur ti ke pak zëri, Arlin. Ka qenë e mbaj mend që e themelon Lëvizjen Bashk në fund të vitit, edhe ishte Arlini në datën 18 ishte pas 3 ditë. Ishte diela e vetme që një zyrë aty te Pallati i Kongresit, një sallë te Pallati i Kongresit ishte e lirë, kështu që ishte më e lira dhe e lirë ajo sallë, kështu që vajtëm në atë ditë bënim kongresin themelues. Salla Lenin, nuk e di më çfarë. Ua kanë hequr dhe nëse kanë Atë pas. ka sjell stres që kur u bë parti Lëvizja Bashk. Nuk ka politik pas E, prandaj, ndryshe ku jetojmë këtu. Unë doa Do të sulmojnë, do shpifin për ty, do të merren nganjëherë padrejtisht me familjen tënde, po këto janë kosto gjithsesi të përballueshme kur ke të qartë misionin. Do me thënë çdo gjë ka qenë mirë pas, jo në një stres i madh. Po them edhe për shembull se pas lëvizjes, domethënë edhe lëvizja në shtëpi ka qenë mirë, lëvizja në dhomën e gjumit dhe me të gjitha se fillojnë ndikojnë. Zero stres. Nuk e kam qef Je strong. komentin për gjërat intime. Kush nuk i ka qef? Ai vaj. Vetëm Claude Dedja më tha që i thash unë si të dy pak në krevat i thash, më tha mua strong. Po zakonisht gjitha që përgjigjen kështu thonë. Çfarë do thon? Asgjë kemi 3 muaj. Desa. Fëmijëve të tua, ju duket babi kështu cool si Che Guevara apo u vjen turp nga që ti flet për oligarkët gjithkohës? Jo, do të thënë kanë një lloj interesi, por ama pyesin thotë sa followers a keti në Facebook. I them, okay, ja 50 ca vjet, si janë gjë thotë 5 milion ka shohim ca Po. YouTuber aty e A janë koshint ata për këtë botën tënde çfarë merresh ti, ku po jeton, ku? Po. Unë besoj që do e kuptojnë dal nga dal. Unë u flasi me shoqë, u flet për të kuptuar se pse është e rëndësishme që unë të mbas ca kohë nga ta dhe të merrem me punë tjera. Fundja, ky vend dhe ky qytet ku ne jetojmë do të bëhen të jetueshëm vetëm nëse ne që jemi të rritur do sakrifikohemi diçka nga jeta jonë e përditshme. Nuk besoj ja u thua kështu, fëmijëve se do ta marrin veç. Po, Imagjino babi mjaft nuk e dim kush është Zamir Mani, atë lutem na i diçka. Është dashur t'ja shpjegoj, në vitin 2020-2021, ne ishim krah minatorëve të Bulqizës. Po, e di. Aso kohë Samir Mani ishte pronari i galerisë Bulqizës. Ne do ta presim këtë skaq. Dhe ne aso kohë bëm një fushat thirrse që të bojkotoheshin produktet e bizneseve të manes. Dhe prej atij momenti, as unë edhe as familjarët e mi, nuk s'kemi psonisur ndonjëherë në dyqanet e tij. Ata sigurisht nuk çan kokën me këtë. Ata jo babi nuk e kuptojmë, ne nuk e dim çfarë është minjera. Por jam përpjekur t'ua shpjegoj dhe besoj tashmë e kanë kuptuar që njeriu duhet të sakrifikojë për atë që është e drejtë edhe për t'u ardhur në ndihmë njerëzve që kanë nevojë për ne. Njeriu duhet të jetë krize e sakrificës, e vërtetë është. A ke sakrifikuar një çik seks për shembull tani që je çik më i famshëm? Edhe për shembull ka një politikane, një kolege që do të flirtojë, apo mendon që është kështu për të sabotuar në një. Unë ta thash jam i mërzitur dhe i mërzitshëm, kështu që nuk jam objekt i Sa trafon gruan fare. Nuk jam objekt i kërshërive erotike të tjerëve ose emocionale të Ore, tjerëve. e di sa mund të paguaj. Ja, atës mund ta thuash se. Po, Ose jam duke qenë Ore, po ti e di sa do paguaj një sex tape i Arlindit nga partitë e tjera. Kështu që kushdo që mund ta ajosh Arlindin, i ndajmë lekë, Mario nëse mund ta ajosh edhe ti. Mario mua më Ta shikonin bashkë. Ore do paguani miliona dynjaja. Sali Berisha palesa do paguante për. Ai palesa njerëz i ka futur për të bërë sex tape. Sali Berisha si i beson Po aty të ka ngacmuar njëri në autobus, e ka futur Saliu. Nuk më ngacmuar njeri, nuk e lë veten tim i ngacmuar. Tash jam i mërzitur dhe i mërzitshëm në atë aspekt, kështu që Po në studente ka tentuar të joshin ndonjëherë. kur. Që ta kalosh. Se s'mësojnë, më duan të kalojnë me seks. Kur, sepse kam përshtypjen ka qenë e qartë që në fillim qëndrimi im Tani është e qartë që edhe fillim, nuk është se ti erdhe ditën e parë. Nuk Shiko, të vjen- mëson, nuk të unë s***i. Nuk është se hape kështu. nuk të vjen njeri nëse ti nuk e Kalon te Platoni. Nëse ti nuk e lë derën hapur, nuk të vjen njeri. Po nuk e lë derën hapur vetë nuk vjen njeri. Nuk ka kamikaze që të vinë rrugë dalë laguriq.
duhet kuptojnë që ti e ke lënë derën hapur për të ardhur dikush. Qofse ti tregojnë që flirtoni çik vetë, po se shko. Unë besoj ashtu ndodh. Tani profesorëve u ka dalë çik nami, disave, nuk edhe kolegëve të tu, po hajt. Po se di, paktën shokëve të mi jo. Tani nuk njëti, nuk po them shokë. Tjerë nëpër dynja ka sa duhet. Je koshint për këtë gjë. Po mirë, në çdo vend pune ka ndodhi. Ti po thua asnjëra s'ka tentuar sikur ta veçi mbythën tavolina të bëj kështu, po pse 7 ku diun, nëse pse 4. Na s'bëhet fjalë. Po të ndodhë ç'do bëj. Po nuk ndodh, është e pa mendueshme. Por Arlin ndodhi, nuk mëson fare, nuk di gjë tjetër ç'të bëj. Thotë, dil jashtë edhe mëso. çfarë them? Është më lehtë mësosh se puna tjetër. Ore edhe unë e di, edhe nuk e di pse e duan shkollën. Sa ajo prapa atë punë do bëj. Tani nuk ka hallë se s'parave njerëzit në shkollë, interesi për shkollën ka rënë shumë. Ka rënë, ë? Ka rënë shumë fatkeqësisht. Kështu që nuk besoj as përdoret më si instrumente ai që. E ndjen edhe ti edhe në. Po ka më pak student edhe paktën ato degët që japin mësim, dega sociale, humanistike, ka gjithë më pak. Su plas me njerëzve për grek të lash fare Arlin. Ka më pak kuriozitet. Nuk është çështje kurioziteti, por nuk e lidhin me punësimin profesional. Pra, nëse ti bën një shkollë, duhet t'i japësh përgjigje pyetjes. Kjo shkollë do më sigurojë një punë mesatare sipër apo jo? Nëse i thuhet një studenti, ti më shumë para do bësh në call center, ose më shumë para do bësh si kamarier se sa si profesionist i një fushë, atëherë nuk ka pse i vjen shkollë. Dhe ky është problemi i madh i mënyrës si po qeveriset Shqipëria. Po mirë, ndoshta kemi nevojë për çik hidraulike kështu tani, se dhe me shkolla tani të gjithë për platonin. Edhe hidrauliku ka nevojë të shkollohet për qenë hidraulik i mirë. Ka nevojë të bëjë një shkollë profesionale. Për këtë duhet të them. Ti po thua që që kanë pushtetin, po e zhvlerësojnë shkollën në të gjitha dimensionet e vet. Jo, më pse shkollat profesionale po u jepet një dorë? Edhe ata që shkollohen mirë shkojnë jashtë Shqipërisë. Po se nuk vlerësohet, nuk vlerësohet puna profesionale, nuk vlerësohet ekonomikisht. Në atë vendin e punës nuk të respektohen drejtat, mbajnë punë shtunë e diel, nuk të paguajnë punën në jashtë orarit, dhe kjo ndodh kudo. Arlin, po tani ti cilat punë janë këto që të futin edhe në pushim? Për shembull ti dje ishte Bajram, isha pushim? Po pushimin. Po unë se unë punoj në universitet publik. Po. Por ama po të shosh vërdall, shumica e punëtorëve janë punë, fasoneri janë punë, në lokale janë punë. Kemi qenë në Evropë të gjithë, edhe të thotë që, ore, po ditën e diel nuk e gja hapur. Të gjithë, ai s'ka udhëzuar asnjë më. Bli ushqimin që të premten apo të shtunën se diel nuk gja hapur. Në Tiranë dhe kudo nëpër Shqipëri të diel, ditë feste, por po edhe në 31 dhjetor. Ja më. Deri në orën 9 është kafeneja hapur. Dhe shtrohet pyetje, po ai kamarieri nuk do të shkojnë. Po se benzemin ata për 30 në familjen e vet domethënë aty. Pse duhet punoj? Edhe ditën e pushimit. Po se duhet benzemin ata pianistë atje. Po dakord. Nëse po më thoj që nuk para po vinë njerëz, por nga që shiko, ti jep kam grek të lashtë këto gjëra. Unë kam një pyetje në fakt për grek të lashtë. Pse mundeshin lakuriq ata? Nuk e di, nuk jam i specializuar në atë fushë. Hajde që mundesh lakuriq, luhesh me vaj ulliri e bëni këto. Po nuk e di. Madje edhe stërvitesh lakuriq. U berre me mendimin politik tyre, jo me estetikën e tyre. Po s'ka patur fare mendim brapa asaj gjë thua? Po ku diun mbase. Ata kanë pas idenë e trupit përsosur, që sigurisht duhet stërvitet, edhe duhet garojë, duhet luftoj për lavdin, të hynë në histori, të bëhet një përmendore, deri këtu shkojnë njohurit e mia, ose për teknikat e mundjes. Ju e keni pjesë e lëvizjes që duhet jeni të përgatitur, të kalitur, përveç se mëndërisht edhe fizikisht. Jo, nuk para bëjmë kështu ushtrime kolektive, sportive. Kushdo bën vetë siç bëj unë, domethënë. Nuk është se kemi do kështu urdhëres partie që dalin bëjmë fizkulturë. Derisa pompa mund bësh? Pompa tokë thua. Ka pompa qielli. Se varet. Pompa ajri, nuk e di çfarë do. Është një avatar Arlin. Janë ca që bëhen tokë, janë ca që bëhen paralele, janë ca që bëhen paralele. Tokë them. Tokë, po mund të shkoj ndoshta në rastin më të mirë te 20 jo më shumë. Do bëhemi gar bashk? Jo. S'do? Dhe shikon ç'politikan kemi, edhe pastaj thon, edhe ti thua që unë i përgjigjem çdo lloj thirrje dhe sfide. Ti mund të kërkosh edhe të dal lakuriq, po ose të vesh xhaket, por nuk e bëj, ha. Alin vetëm në autobus mund ta bësh atë. Okej, e tha mirë. Nuk do të bësh aty pompa me mua, mirë. Ti e di. Më lëndove Arlin. E po tani i ka jeta. Ajo po vdiste për çik djerës, për çik pompa, e shkon atë vajza aty. Arlin, siç u lëndova unë tani, ty çfarë të lëndon më shumë, të urrejnë apo të harrojnë? Nuk është se kanë problem asnjërin as tjetrën, me thënë drejtë. S'u plas fare, jeni i listë? Po, nuk të më urrejnë, e di që politikisht gjithmonë disa do të urrejnë, kjo është e pashmangshme. Të më harrojnë nganjëherë është edhe gjë e mirë kur të harrojnë ose. Është edhe moskokçarje, domethënë. Ti je hata. Po mund të jetë relativisht në një kontekst caktuar, mund të jetë edhe e mirë.
Tani ti do të ta harrojnë, po je bërë dhe politikan dhe do të bësh dhe kryetar bashkie. Kur dal me një bluzë të shëmtuar për vrap, doja të mos më njihnin. Ato big dick is back in town. Kështu që në këtë sens nuk është me do e mos e keqja arreza për koshme. E kuptoj. Kush është bluza më e çuditshme që ke dalë ndonjëherë? Deri nga këto me këto kanatierët. Jo. S'para. Nuk ka ne kështu. Çan këto që jam dashnorja e DJ-it janë ca gjëra kështu. Gjetë ti tani kush i bëj ato bluzë. Me që nuk doja të bëje një lojë fizike me mua, se mundi dorë mund të bësh vetëm me Marion, po nëse. Do të bëjmë një lojë tjetër, një quiz, quhet një fjalë për një fjalë. Si një sy për një sy. Është biblike fare si loja ti Arlind. Se ti je mirë edhe me Zotin. Ti beson Zotin, çfarë? Ortodoks, musliman? Është çështje intime, kjo çështje e besimit. Do me seksin dhe mba në një... Nuk e thua me vërtet fen? Është çështje ndërgjegjës, Ke frikë se të sulmojnë në shpinën e Zotit, askush nuk hyn aty Arlind. Mazel tov. Nëse feja opiumi i popullit është thënë. Pa e di si është shpreha e plot. Na thuaj. Interesante shpreha e plot. E ka shkruar në fakt Marksi në libër të rinis vet. Po shumë interesante, se unë nga që më është dash studioj shumë. Ai mi e kroshi poshtër, sa herë s'po na hyn sot këtu. Edhe di si shkruhet dy fjali përpara. Thot feja është shpirti një bote pa shpirt, është zemra një bote pa zemër. Feja thot është opiumi jo për popullin, po opiumi i popullit. I popullit, po. Pra është ajo, thoshte Marksi i ri, që e ndihmon njeriu të duroj më shumë vuajtjet e kësaj jete, poshtër, dyre, plot shfrytëzim. Pra mënyra pasaj si është keq interpretuar dhe si është përdorur në Shqipëri për mbyllur institucionet fetare, për shkatruar besimin fetar, ka qenë krejt e kundërta nga imagjino, zemra një bote pa zemër, shpirti një bote pa shpirt. Po sistemi keq ajo Arlind, shpresoj mos e kthej asnjëri. Nuk kthehet më jo. Ka tejkaluar historinë. Na jep fjalën. Nuk është dorën time sepse ka tejkaluar historinë. Po foto pyet, ai Arlind. Është thua të themi me sjet, nuk kthehet më. Të duash ti nuk kthehet. E pyeta Berishën. Të çeo kjo. Interesant. Do të dasi prapë për seksin apo? Do të Jo, po do bëjmë lojra ne tani, mjaft me këto. I bie një dere ku s'ka njëri mbrapa, mirë ke. Se metaforë? Po ku di, tentativë. Shko ti me deret edhe me ato me studentet. Ke një fetish me dyert. Po ndoshta. Në fakt ai seksi kur të mbështesin te një derë. Duhet isha bërë pedagog. E ko akoma. Fakun drejtësi kam mbaruar, ande edhe studentët drejtësisë janë të mira fort. Nuk e di. A ke gjuajtur ndonjëherë? Jo tani mo, kur ishe edhe ti një Po student. ta thashë kur isha student u lidha me gruan time të vit parë? Vit dytë. Ç'të them, kështu që Po vit parë ç'bëra apo? po ish kullosja syt. Kullosja syt dhe? Hajde. Një fjalë për një fjalë, po do më tregosh rigoros te kjo lojë. Po, ku di tani, varet ç'a thua. Jo, unë do të them një fjalë, ti do të thuash fjalën e parë që të vjen në mendje, është si test psikologjik. Si ajo Rorschach që do të thuash një fjalë. Po, ta provoj. E hën. Mërzi. Ne shkon sa e letesh. Ta provoj. Berisha zota bënte kulp. Kafe. Shije. Partizani. Skuadër. Zemër, ku di. Ideologji. E vërtet. Shqipëri. Atë dhe. Rama. I korruptuar. Varoufakis. Intelektual. Pëlqen ai. Ka libra shumë të mirë. Berisha. Keqbërës. Marksi. Filozof. Gruaja. Jetë. Para. Parëndsi. Seks. Parëndsi. A kthemi te Ta loja. them no comment. Mbrapa derës. Fuqi. Domosdoshme. Humbja. Pjesë e jetës bën dy fjalë, do. E pashmangshme thënë, ndonjëherë. Arlindi. Një prej të shumtë. Dhe thes kur ke vdekur këtë Arlind. Të shumtë edhe të gjallë. Iku me të shumtët. Një prej të shumtëve që jemi në këtë përpjekje të përbashkët që po çojmë përpara. E kuptoj. Arlind, faleminderit shumë. O sa mirë. Ndjehesh më mirë që do ikësh? Jo, Si kalove sot? Kaloj shumë shpejt. Ore, jam shumë interesant unë.
Kishe edhe E Mario vërtet, afër. e vërtet. S'foli shumë Mario, po. Jo, është i turpshëm ndaj politikanëve. I do femra ky më. Se ka keq, domethënë, ti midis meje dhe një gruaje domethënë. Nëse le të ngelen mbrapa derës. S'ka fare diskutim domethënë. Çfarë? Leni mbrapa derës dëshirat tuaja seksuale. Ishim me Arlin Qorrin. Arlin, faleminderit shumë edhe një herë. Valla, gëzuar do shihemi përsëri. Nuk e di, unë votoj po Gradec, po. Ka kohë. Oho. Po pse po e bëj si që shtekur me Mario, apo nga që ishte era e parë edhe. Mario, si u ndjeve sot, u kënaqe? U kënaqja apo? U kënaqja vërtet. Vërtet? E kush nuk mund të kënaqet nga Nga një polic i veshur si kërcimtare. nga prezenca jote dhe profesionalizmi jot. Ashtu të duka sot? Prezent dhe profesional. Po xhirohet kjo? Po. Po. Mo. Duke s'ke ka marrë peng familjen edhe në gjë. Mario, mirë ishte. Arlindi... Princesa jam larë, prit. Po Arlindi na knaqi. Na futin në rrugë qore, por unë kisha komplet ide tjetër të bisedës që do Çfarë mendoj që do flisni me Arlindin? sekës. Në pa u përpoqja disa herë, as dia U përpoqje vërtet, po sekës bashkë. Po i lam gjitha pas derës, si thua Arlindi. Jo, mua më duk shumë interesante, po thjesht Arlindi ishte shumë stoik, ishte shumë i vështirë për të thyer, për të. Po, palesa do të prishet. Po, vetëm që se kapni me zorë të dy domethënë. Prishu, apo e ke për... Jo, prishu, për folur. Për të folur, ajo. Mirë. Ajo vjen më pas. Ikim. Natën e mirë. Natën e Ditën mirë. e mirë, kudo që t'jeni, fansat tanë nga Zelanda e re. Kiwi! Fansat Maori.